presidentja ose presidenti i Kosovës nuk zgjidhet pa Albinin, po jo veç me Albinin. Albinit nuk i mjafton vetvetja për me zgjedh presidenten, ndërka që pa votën e tij ose pa qenmit e tij nuk mund me kalu asnjë kandidat, sepse që është dihet procedura është që 80 vetë duhet me qëndu në salë, po menoj në seancë kur votohet për këtë post. E dyta, Vjosa Osmani, jo vetëm Vjosa Osmani, po që të gjithë ata që kanë pretendime me marrë postin e të parë e shefit shtetit, duhen që me kalu ka Washingtoni zyrtar, përkatësisht me të regu qytetarët Kosovës se i kanë punë të mirë me Amerikën. Këta e bajnë edhe zoti Haradinaj në anë, këta e bajnë edhe zoti Bashkim Jashari, që i para do ditëve para një kohë ishte në West Point, atje në Akademin. Në vizit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këto e bojnë që të gjithë ata që kanë sado pak ambicje për një post të tillë, dhe kjo është krejtësisht normale. Normalisht që Albin Kurti ka me e zgjedh president dikën që është mas pakti, që ka mas pakti impakt në politikën kosovare, që mas pakti e scenon politikbomjen e tij. Politikbomjen e tij na e di cila është. Ai don me vendos gjithçka vetë, edhe sa ka me ushtrajtu energjia elektrike, edhe që kanë me udhëruar tabelat në komunikacion atje në komunat veriore, edhe kush ka me qenë kryetari i Kuvendit, edhe nën kryetari i Kuvendit, nga ona e pakicave, edhe kush ka me fol në Kuvend, edhe kush ka me bon nesër në politikën e Kosovës. Albini nuk bashkëpunon, Albini dominon. Dhe që kjo leksioni i parë se cilit për këtyne që pretendojnë me marrë këtë post. Posti i presidentit nuk mund me funksionu pa kryeministrin, sepse disa prej prerogativave i ka që duhet në bashkëpunim me kryeministrin. Nuk mundet vetë me vendos, sepse na nuk kemi sistem presidencial. Pa një bashkëpunim ose ndërveprim derinstitucional të dy krerëve të shtetit, s'po bilen Kosovë është të dëshirueshme me qenë të tre institucionet edhe kryetari i Kuvendit në këtë politikë